Nga sot, kanë hyrë në fuqi rregullat e reja të lëvizjes në zonën Schengen, pas vendosjes në funksion të plot të sistemit evropian të hyrjes-daljes. Ky sistem zëvendëson vulosjen manuale të pasaportave me regjistrimin elektronik të hyrjeve dhe daljeve për qytetarët nga vendet jashtë Bashkimit Evropian. Me sistemin e ri, udhëtarët duhet të skanojnë dokumentet e udhëtimit në pika vetëshërbimi në kufitë e jashtëm të BE-s. Gjatë regjistrimit të parë, mblidhen të dhëna biometrike, si skanimi i fytyrës dhe gjurmët e gishtërinjve, të cilat ruhen për 3 vjet dhe përdoren për verifikimet në hyrje-daljet e ardhshme. Ky rregull zbatohet për të gjithë shtetasit jo BE Schengen që udhëtojnë për qëndrime të shkurtra deri në 90 ditë brenda 180 ditëve, përfshirë edhe ata që udhëtojnë pa vizë për turizëm apo biznes, si dhe personat që kanë prona në BE, por nuk zotrojnë leje qëndrimi.